Rreth 19 është raportuar rasti në kishën katolike në fshatin Brës, se nga disa persona pa identifikuar deri tani janë vjedhur disa pajisje të cilat shërbejnë për rite fetare aty. Policia e Kosovës, konkretisht stacioni policor libian, i është përgjigj më njëherë rastit me njësinë e hetimeve dhe njësinë e forenzikës, cilët e kanë trajtuar rastin në fjalë. Dhe më bashkëpunim me persona përgjegjës të kishës katolike me priftin e kishës edhe një përgjegjës i cili e ka vrejt mungesën e pajisjeve në fjalë, janë takuar atje dhe e kanë trajtuar rastin në fjalë. Këto janë disa pajisje që nuk janë të përmosave të mëdha edhe që ka mund të jetë personi edhe një këmësor i rastit aty. Sipas informacioneve, kisha nuk ka qenë mbyllur me qelës, gjë që personat e dyshuar apo personi i dyshuar pa bon ndonjë dam ka deportu, ka hyrë brenda dhe ka dalë. Për shkak se nuk ka qenë mbyllur me ndonjë qelë dera e kishës.